Mirëmbrëma të nderuar, të shikues, nisim edicionin qendror të lajmeve të orës 19 në Channel 1. Do të keni mundësi të njihni me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Arber Mazniku, kryetari i grupit të punës në Partinë Socialiste për Punësimin, do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klera Dervishi. Nisim me materialin e parë. Sondazhi i parë për këtë zgjedhje i prezantuar nga IPR Marketing në bashkëpunim me Radio Televizionin Ora News nxjerr fitues koalicionin e Majt me 46% të votave, ndërsa koalicioni i djathtë gëzon mbështetjen e 44% të votuesve. Nga sondazhi rezulton se Partia Demokratike mbetet partia më e preferuar në krahasim me atë socialiste, ndërkohë që rezulton se të dyja partitë shënojnë një ulje, pra një rënje krahasuar me zgjedhjet e vitit 2009. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, qytetarët shqiptar do të votonin 37% për Partinë Demokratike dhe 36% për Partinë Socialiste. Ky është përfundimi i sondazhit të parë të kryer nga kompania prestigjioze italiane e sondazheve IPR Marketing në bashkëpunim me Radio Televizionin Ora News për zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit. Sa i përket koalicioneve, peshorja anon nga Aleanca për Shqipërinë Evropiane, e cila kryeson me 46%, ndërsa koalicioni i djathtë, Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim, gëzon mbështetjen e 44% të intervistuarve. Nga pikpamja statistikore, është më e fortë e dhëna e koalicioneve se sa jo e partive të veçanta. Çfarë mund të ndodhë në fushat elektorale? Mund të ndodhë që zgjedhësit e një partie, që ndoshta sot deklarojnë se do të votojnë një parti, në qershor mund të votojnë një parti tjetër, por brenda së njëjtit koalicion. Pra, e dhëna e koalicionit sot statistikisht mund të jetë më i fortë, më përfaqësues kundrejt të dhënave pra që për të përqindjeve të secilës parti të veçantë. Përfundimet janë bërë të ditura nga drejtori i IPR Marketing Antonio Noto në studion e emisionit të Najt Ilvatare, ku të ftuar për të diskutuar rezultatet. Përballë gazetarës Ilvatare kanë qenë analistë të njohur të medias shqiptare, si Mustafa Nano, Lutfi Dervishi, Patrik Sadikaj, Enkel Demi dhe Eduard Zaloshnja. Ky bashkëpunim i dytë ndërmjet Ora News dhe IPR vjen pas suksesit që patën në zgjedhjet e vitit 2009, që ndryshe nga sondazhet e tjera, rezultoi më afër të vërtetës dhe rezultatit të shpallur zyrtar, duke u vlerësuar si një sukses i plot. Në këtë sondazh, partitë e koalicionit të Majt, Lëvizja Socialiste për Integrim, merr 5.5% të mbështetjes së të intervistuarve. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit 1%, Partia Demokracia Sociale Pascal Milos merr 0.5%, G99 0.5%. Partitë e tjera të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Evropiane marrin 0.5%. Sa i përket partive të tjera të spektrit të djathtë, Partia Republikane merr 1.5%, Partia Çame PDIU gjithashtu 1.5%, Partia Agrare Ambientaliste 1%, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 0.5%, ndërsa partitë e tjera të koalicionit të djathtë 0.5%. Dy partitë e reja të paprovuara më parë, Fryma e Re Demokratike, e drejtuar nga ish presidenti Bamir Topi, merr 4.8% dhe Aleanca Kuqezie Kreshnik Spahut gjithashtu 4.8%. Në sondazh janë pyetur një kampion prej 1000 personash nga të 12 qarqet e Shqipërisë në periudhën kohore 27 deri në 30 prill. Marzhi i gabimit është 3.2%. Ky është sondazhi i parë që IPR publikon për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Para ditës së 23 qershorit, do të publikohen të dhënat e 3 sondazheve të tjera, ku një do të jetë gjatë muajit maj dhe 2 të tjerët gjatë muajit qershor. Ditën e zgjedhjeve do të publikohen 4 eksipole, ndër këta 3 do të jetë rajonal dhe një eksipol do të jetë kombëtar. Kur ka mbetur edhe 7 javë ku shqiptarët do të zgjedhin se kush do t'i qeverisë në 4 vitet e ardhshme, betejë midis kampeve elektorale është bërë më e fortë se kurrë. Ju të nderuar teleshikues, duhet vetëm të sintonizoheni në Ora News për të kuptuar se në çdo drejtim shkon tendenca elektorale. Presidenti i Republikës Bujar Nishani në cilësinë e kreut të Këshillit të Lartë të Drejtësisë kritikoi sot gjyqtarët për zvarritje të proceseve gjyqësore. Ai cilësoi të pajustifikuara dhe në dëm të interesave të qytetarëve. Nishani tha se pret performancë më të mirë nga gjyqtarët, në një kohë që kuvendi ka miratuar edhe rritjen e pagave. Një portal i veçantë në websajtin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë do të jetë tashmë në dispozicion të qytetarëve që duan të denoncojnë rastet abuzimit nga ana e gjyqtarëve.
Në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, presidenti paralajmëroi penalizime të ashpra sa herë të vihet revendime në kundërshtim me ligjin dhe që cënojnë qytetarët. Do të jenë tërësisht të patolerueshme rastet kur proceset gjyqësore zvarriten në kurrizë të së drejtës të qytetarit. Në faqen zyrtare të vendoset menjëherë një portal i veçantë për depozitimin e të gjitha ankesave të drejtë për drejta nga ana e qytetarëve. Në cilësinë e kreut të KLD-s, presidenti vlerësoi si të patolerueshme zvarritjen e çështjeve gjyqësore nga gjyqtarët duke paralajmëruar masa dhe kontrolle të rrepta. Për të nxitur dhe vlerësuar integritetin e tyre qytetar dhe njerëzor. Dhe nga ana tjetër, për të qenë monitorues të kujdesshëm, gjykues të drejtë dhe penalizues të ashpër në të gjitha rastet kur ne do të identifikojmë veprimtari në kundërshtim me ligjin, haptas kundër së drejtës qytetarëve dhe korruptive nga gjyqtarët kudo që ata të jenë. Kreu i Shtetit Njerësh, kreu i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka vlerësuar vendimet të fundit të marra nga qeveria e miratuar në parlament për rritjen e pagave për gjyqtarët dhe ndryshimet në kodin penal dhe të procedurës penale. Sipas tij, këto vendime do të shërbejnë direkt për përmirësimin e imazhit të gjyqtarit, por dhe të funksionimit të gjykatave. Kryeministri Berisha ka kërkuar në konventën e gruas së Partisë Demokratike mbështetje në zgjedhjet e 23 qershorit. Kreu i qeverisë vlerësoi se fitoria e Partisë Demokratike në këto vite ka ardhur për shkak të mbështetjes që ka dhënë votuesi grua. Ai premtoi më shumë pjesëmarrje për to në vendimmarrje në një mandat të mundshëm të tretë qeverisës. Dashura, vajza dhe gra, nëna dhe motra, e dashur Lili, po bëjnë gjithë qka për të vendosur barazin midis djalit dhe vajzës, bashkohën e me ne të bëjnë që as kusht mos guxoj të dhunoj njëritë të drejtat tuaja. Bashkohemi për shkollimin sa më të mirë. Kemi vendosur disa nga ligjet më të mira që ekzistojnë në mbështetjen tuaj. Ndërsa në këtë momente të nderuar shikues, do të shkojmë në një lidhje direkte pikërisht në njësinë numër 7 këtu në kryeqytet, ku kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama po shpalose dhe konventën e partisë së tij me qytetarët e kësaj zone. Zyrë godin qatë quet ajo, dhe gërmoj në dosjen time gjeti që xhaxha imi dëshmor dhe më tha nuk mund të bëjt të asgjë. 2 pyetje për arsimi tani. Si do veproj partia? Si nuk mund të bëjt të asgjë për xhaxhain dëshmor, se kuptoj. Gërmoj në biografi, gjeti atë, i duhen një i krau socialist në këtë kuptim. Se do të kishe ballis patjetër xhaxhain që të çonte Ariana me dashuri? Këto janë në mëndësit e këti sistemi, i këti pushtetje të vjetër. Do të ishe ngrën patjetër pula xhaxhai në kone luftës, që Ariana tani 2 pyetje. Të mund kakariste e qetë që mund të rishë në punë, se ke ngrën mjaftu shkurit pula brez pas brezi. Patjetër që ashtu e mendojnë, ashtu veprojnë, prandaj është këta njësu kështu këtë vend. 2 pyetje, e para. Çdo të bëj Partia Socialiste pas 23 qershorit për konsolidimin e sistemit arsimore, sidomos të administratës që është mbushur me elektricist të rëndom, farmacist, çdo gjë tjetër, militant të Partisë Demokratike. Ishin farmacistë dhe ishte mirë, po ata janë për ilaçe. Dhe dyta, po me 57% e Bankës Botërore që e nxori analfabet funksional, sepse nuk din të kuptojnë dhe lexojnë, as ata janë atje si pun krye. Pastaj për fëmijët tanë dhe gjithë brezin e ri që po deli. Ata kanë nevojë për ilaçe që të dezintoksifikohen nga militantizmi. Ajo që unë besoj është një nga gjërat që do të ndjehen më shpejt pas 23 qershorit, edhe që do të ndjejnë gjitha familjet që kanë fëmijë që i çojnë në shkollë, do të jetë çlirimi i shkollës nga kjo trysnie e jashtëzakonshme politike dhe çlirimi i të gjithë mësuesve nga presioni politik. Ne
Ne jemi të bindur se nuk mund të ketë një shoqëri demokratike, një shoqëri drejt, një shoqëri të lirë dhe që zhvillohet me mësues të trembur, me mësues të vendosur nën presion politik, me mësues që nuk kanë kapacitete për të dhënë mësim, sepse vetëm arsye që janë aty është besnikëria ndaj partisë në pushtet. Ne do të ndërtojmë një sistem arsimor. Ishim pra të nderuar shikues në këtë lidhje direkte pikërisht në njësim bashkiake numër 7 këtu në kryeqytet, ku edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama po shpaloste konventën e Partisë Socialiste me banorët e kësaj zone. Ndërsa në këtë moment e vijmë te Janita. Po, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ishte sot në një vizitë me bizneset Fason që veprojnë në Tiranë. Meta vlerësoi rolin e tyre për punësimin e të rinjve, ndërsa premtoi kredi të buta. Kryetari i LSI-s tha se në 4 vitet e ardhshme do të dyfishohen eksportet. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim gjatë një vizite në një biznes Fason në Tiranë premtoi mbështetje përmes kredive të buta në mënyrë që për 4 vitet e ardhshme të dyfishohen eksportet, duke arritur shifra deri në 40% të prodhimit të brendshëm bruto, duke rritur njëkohësisht edhe prodhimin së bashku me markat Made in Albania. Angazhimi ynë është që në 4 vitet të ardhshme të garantohet një mbështetje më e madhe, sidomos me kredi të buta deri në 3% për të zgjeruar biznesin Fason dhe ekosisht për të garantuar sa më shumë grante, sidomos përse takon vlerjes makinerive dhe të pajisjeve për biznesin Fason. Për ne shumë e rëndësishme që të realizojmë një cikël të mbyllur brenda vendit dhe të rrisim prodhimin dhe markat Made in Albania. Meta i konsideroi arritje për këto biznese heqjen e taksës doganore për lëndet e para të importit, heqjen e fundit të TVSH-s për makineritë dhe pajisjet apo edhe bërja zero e taksës së shesht për paga deri në 30.000 lekë të reja, por duke qenë se është një biznes Fason që punëson jashtëzakonisht shumë gra e vajza dhe ka një impakt të jashtëzakonshëm social, kreu i LSI-s nënvizoi rëndësinë që ka ndërmarrja e iniciativave të tjera që e zgjerojnë dhe përkrahin akoma më tej këtë aktivitet. 3 persona janë arrestuar nga policia e qytetit të Vlorës pas një aksioni që u finalizua me sekuestrimin e një sasie prej 1.6 ton lëndë narkotike e llojit marijuan. Bllokimi vjen pas një pune 1 vjeçare të policisë e cila hetonte pikërisht për këtë trafik, ndërkohë vlera e mallit llogaritet në miliona euro. Një ban trafikuesish të lëndëve narkotike është ndaluar nga policia e qarkut të Vlorës. Operacioni koduar Laguna vuri nën pranga 3 shtetas të cilët po tentonin të trafikonin një sasi të konsiderueshme të marijuanës drejt shtetit italian. Është bërë i mundur finalizimi me sukses i operacionit policor të koduar Laguna, ku së rezultati i cilit u shkatërua një grup kriminal me tendencë trafikimin e narkotikëve antar të cilit ishin shtetasit. Bexhet Selam Alliaj, vjeç 43, lindur në fshatin Romës dhe banues në Vlorë, i arrestuar disa herë për krime të rënda. Dritan Marko Kaçani, vjeç 42, lindur në Fier dhe banues në Zvërnec. Shpëtim Novruz Shehu, vjeç 22, banues në fshatin Zvërnec të rrethit Vlorë. Ndalimi këtyre shtetasve u krya pasi nga tërësia e veprimeve hetimore të kryer në harkun kohor të një viti ka rezultuar se këta persona kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në një aktivitet kriminal me tendencë trafikimin e narkotikëve nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Strukturat e drejtorisë së policisë qarkut Vlorë kanë sekuestruar një sasi marijuane prej 1.631 kg brenda një harku kohor prej një viti. Sasia e marijuanës e sekuestruar gjatë këtij harku kohor arri në treg një vlerë prej 10 milion euro. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në Këshillin Bashkiak kanë shkarkuar sot të vetëm dhe jashtë sallës së mbledhjeve kryetarin demokrat të këtij këshilli Njazi Kosovrasti. Ai është zëvendësuar nga ish kreu i grupimit të majt Aldrin Dalipi. Menjëherë ka reaguar edhe Bashkia e Tiranës, e cila ka deklaruar se do të çojë për ndjekje penale të gjithë dhunuesit e Këshillit Bashkiak. Ajo e cilësoi mbledhjen të palishme. Ne kemi sallën e Këshillit Bashkiak. Procesi i votimit për shkarkimin e Njazi Kosovrastit nga posti i kreut të Këshillit Bashkiak të Tiranës
nga antarët e majtë të këtij këshilli është paraprit nga debate dhe konfrontime fizike mes policisë bashkiake dhe antarëve socialistë. Forcat e policisë kanë ndaluar fillimisht edhe median të marrë pjesë në këtë proces, por pak minuta pas debateve të forta, gazetarët kanë ndjekur nga afër zhvillimet e këtij procesi. Dalipi e quajti këtë bllokim si një veprim qesharak, duke theksuar se Bashkia e Tiranës është pronë e qytetarëve dhe jo e kryebashkiakut. Bashkia e Tiranës jo vetëm nuk pyet më për zërin e qytetarit, por tenton të kthehet në një bunker, të merresh dhe të nderosh bravat e dyerve të Këshillit Bashkiak. Kur kjo është pronë e këshilltarëve të Këshillit Bashkiak të Tiranës, nuk ka rëndësi e kujt forcave politike. Institucioni nuk është i kryebashkiakut, është i qytetarëve të Tiranës. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim Shezai Rrokaj theksoi se është e drejta e shumicës në Këshill të kërkojë një proces konstruktiv dhe as pak destruktiv. Ne nuk jemi një shumicë destruktive. Ne jemi një shumicë konstruktive, duam të kalojmë ligje, nuk duam të dhunojmë. Keni parë në një gjë që ta dhunojmë dhe ta hapim me zor? Ne kërkojmë transparencë që ju ta shikoni që kjo derë është e mbyllur. Pas procesit të votimit, Dalipi deklaroi para medjave se do e bëjë me përkushtim detyrën e tij të re, ndërsa ftoi kreun e Bashkisë Lulzim Basha për të bashkëpunuar në interes të qytetarëve. Do ta ushtroj funksionin tim në përputhje të plot, jo vetëm me ligjin, por dhe me vullnetin e qytetarëve të Tiranës. Dëshiroj të bëj një ftesë publike sot zotit Lulzim Basha, që jam i hapur për bashkëpunim me cilësinë dhe funksionin që ai ka, gjithmonë nisur nga interesi i qytetarëve të Tiranës. Pas këtyre ngjarjeve në ambientet e brendshme të bashkisë, kjo e fundit ka lëshuar një deklaratë për mediat, ku thuhet se sot nuk është zhvilluar asnjë mbledhje zyrtare e Këshillit Bashkiak dhe se nuk ka asnjë njoftim zyrtar të lishëm mbi këtë mbledhje. Mes të tjerave në deklaratë thuhet se bashkia dënon dhunën e përdorur sot nga disa këshilltarë të majtë ndaj institucionit të bashkisë, edhe se do të ketë një kallëzim penal ndaj personave përgjegjës. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve miratoi bordin e monitorimit të medias për fushatën zgjedhore. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste Genci Gjonçaj kërkoi transparencë në këtë proces. Bordi ka për detyrë monitorimin e zbatimit të dispozitave të këtij kodi për fushatën zgjedhore në radio, televizionin publik dhe atë privat. Bordi përbëhet nga 6 antar: Andi Kananaj, Adrian Thano, Dardan Malaj, Regje Polisi, Clarita Bajraktari dhe Andon Andoni morën 4 votat e mbetura në KQZ për të vijuar punën. Vendimi kaloi me replika mes përfaqësuesve ligjor të së majtës dhe së djathës. Familjarët e ish deputetit socialist Fatmir Gjindi përkujtuan sot 4 vjetorin e vrasjes së tij, për të cilën prokuroria ende nuk ka mundur të vendosë përpara drejtësisë autorët e këtij krimi. Në ceremoninë përkujtimore të mbajtur ditën e sotme në Roskovec, të pranishmit kanë shprehur zhgënjimin nga drejtësia në vendin tonë. Në ceremoni morën pjesë dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe kreu grupit parlamentar Ngramos Ruçi. 4 vjet pas vrasjes së deputetit të Partisë Socialiste Fatmir Gjindi, drejtësia shqiptare ende nuk ka arritur të gjejë përgjegjësit e këtij akti kriminal. Në ditën e sotme në Roskovec të qytetit të Fierit, u mbajt një ceremoni përkujtimore nga familjarët, sipas të cilëve shprehej një zhgënjim ndaj institucionit të drejtësisë shqiptare. Pjesë e kësaj ceremonie ishin edhe disa përfaqësues të Partisë Socialiste, si dhe kreu i grupit parlamentar Ngramos Ruçi. Sot jemi këtu, ta kujtojmë, ta nderojmë e ta respektojmë jetën e tij, veprën e tij. Pra sot jemi me dhimbje për ta përkujtuar, por jo vetëm kaq. Mbi të gjitha, jemi këtu në këtë 4 vjetor dhe me përgjegjësinë kokë ulur, që pas 4 vjetësh nuk qenë në gjendje të japën përgjigjen pyetjes: kush dhe pse? Kjo është dështimi më i madh i klasës politike ndaj luftës me krimin dhe kriminalët. Kjo është përgjegjësia më e madhe e pushtetit aktual që e quan të fituar luftën ndaj krimit. 4 vite më parë, më 2 maj të vitit 2009, deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Gjindi ra prej një sulmi kriminal, teksa po hynte në banesën e tij në Roskovec të qytetit të Fierit. Ndërsa prokuroria e krimeve të rënda shprehur se është në përfundim të hetimeve për këtë vrasje, nga ana tjetër familjarët e Gjindit i bëjnë thirrje shtetit për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe vënien përpara drejtësisë të autorëve përgjegjës. Vion përplasja në media mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për shifrën e saktë
të kilometrave rrugor të shtruara në 8 vite të qeverisjes së djathtë. Nga Selia Rozar Tanlami kërkon qeverisë të publikojë edhe tabelat e sakta të llogarive të tyre. Sipas tij në terren janë shtruar 1500 kilometra rrugë, ndërkohë majoranca deklaron se ato janë mbi 10.000 kilometra. Llogaria përfundimtare deri më sot del 1515 kilometra rrugë gjithsej, që nga ato me 4 korsi e deri tek rrugët rurale të fshatrave me 1 korsi. I kërkuam qeverisë dhe kryeministrit të publikojë edhe ata tabelat e tyre të rrugëve kombëtare apo të gjithë rrugëve tjera të ndërtuara në Shqipëri në këto 8 vjet, emër për emër dhe me gjatësitë përkatëse. Deri tani nuk ka asnjë përgjigje serioze për këtë kërkesë tonën të ligjshme. E vetmja përgjigje deri tani ka qenë ajo e zotit Oldashi, që u përgjigj duke na thënë merrni metrin dhe shkoni matini. Në fakt edhe ne këtë bëm, morëm metrin dhe kemi shkuar e kemi matur. Dhe na dolën 1515. Tani po presim që qeveria edhe ajo të marrë metrin, t'i masi dhe t'i bëj publike. Lumi Shkumbin rrezikohet të kthehet në një burim infeksione. Shkak për këtë situatë të krijuar është bërë derdhja e ujrave të zeza në disa fshatra përgjatë këtij lumi. Kërkohet ndërhyrje nga autoritetet përpara fillimit të sezonit turistik. Instancat rajonale të mjedisit dhe shëndetit në qytetin e Elbasanit apelojnë qytetarët të mos frekuentojnë lumin e Shkumbinit për t'u larë, pasi edhe për këtë vit shqetësimi për ndotje në nivele të larta avion të mbetet i pazgjedhur. Të gjitha komunat e bashkitë të pozicionuara për gjatë këtij lumi vazhdojnë të derdhin ujrat e zeza në lum. Këtij fenomeni shtohet edhe hedhja e mbetjeve urbane. Pavarësisht kërkesave për të ndërhyrë dhe për këtë problem në eliminimin e ndotjes, situata mbetet e njëjtë. Rritjet e lumit Shkumbin nuk themi që janë në pastruktinë e duhur, sepse ka hedhje të mbetjeve urbane vend pa vend, cilat fillojnë që nga Bashkia Prajse dhe përfundojnë në Peqin dhe deri në detin Adriatik. Megjithatë, problemet imediat dhe vendotësi janë edhe ujrat e zeza të qyteteve, bashkive dhe komunave që janë pranë lumit Shkumbin, cilat asnjëra nuk ka impiant të pastrimi. Dermatologja Dezantila Tahiraj shpjegoi rrezikun që i kanoset pushuesve që mund të frekuentojnë ujrat e ndotura të këtij lumi. Infeksionet që shkaktohen në të janë më të mëdha. Jo vetëm për shkak të ekspozimit në diell apo për shkak të ekspozimit në plazhe dhe lume apo liqene, por edhe për vetë faktin se kontakti i lëkurës është i drejtë për drejtë me gjithë faktorët bakterial apo dhe infeksioz dhe mikotik gjatë kësaj kohe. Gjatë viteve të fundit, lumi Shkumbin e ka patur tepër të theksuar problematikën e ndotjes, ku nga viti në vit situata ka ardhur duke u rënduar. E në këto kushte elbasanasit mundohen të gjejnë të tjera mënyra freskimi gjatë stinës së nxehtë, por gjatë vitit që kemi lënë pas nuk kanë munguar pushues të cilët të detyruar nga kushtet ekonomike kanë vazhduar të frekuentojnë këtë lum. Ish-kryeministri i Shqipërisë Panderi Majko ka kërkuar të marrë edhe shtetësinë e Kosovës. Kërkesën e ka bërë publike vetë deputeti i Partisë Socialiste gjatë një komunikimi për mediat. Më herët ai zhvilloi një takim me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ish-kryeministri i Shqipërisë gjatë luftës së Kosovës, Panderi Majko, ka zhvilluar një vizitë në Prishtinë, ku dhe është takuar me krerët më të lartë shtetëror, përfshirë këtu kryeministrin Hashim Thaçi. Në një dalje publike, deputeti socialist preku çështjen e shtetësisë mes dy shteteve, duke i kërkuar fillimisht qeverisë së Thaçit që t'i jap sa më parë shtetësinë e Kosovës. Sot pata emocionin e veçantë, tiri përsëris kërkesën mikut tim, edhe kryeministrit të shtetit Kosovës, që të mjapi nderin dhe kënaqësinë që shpejt të filloj procedurat për të marrë shtetësinë e shtetit të Kosovës. Ka shumë shqiptarë të Kosovës që e duan të jenë shtetës të Republikës Shqipërisë, po mos harroni se ka dhe ca në krahun tjetër, si puna ime, që këta anë të kufirit e konsiderojnë atë deun e tyre. Nga ana e tij, shefi i qeverisë së Kosovës deklaroi se e pret me kënaqësi atë ditë kur dy shtetet do të nënshkruajnë marrëveshjen për nënshtetësinë, ndërkohë që u treguai gatshëm për kërkesën e Majkos. Se përket shtetësisë është gjë më lehtë e mundshme, do me dy dorë e mirëkpres dhe me zemër gjithashtu me shpirt që kjo të ndodhë në tarme shumë të afërt
është aspekt procedural, por është punë e mbyllur, kështu që e uroj dhe përgëzoj fondin për shtetësinë e Kosovës. Ta që shtoi gjithashtu se roli dhe kontributi i Majkos për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës si kryeministër i Shqipërisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe për këtë kontribut do të dekorohet me një çmim të lartë nga institucionet e Republikës së Kosovës. Ndërkohë, gjatë takimit me deputetin socialist Pandeli Majko, kryeministri i Kosovës e informoi edhe për marrëveshjen e arritur me Serbinë më 19 prill. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh, ne ju falenderojmë për vëmendjen. Ndërkohë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit Channel Vizuan.al ku mund të na ndiqni për trejat më të fundit. Këtu ndajemi bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.